Ky njoftim i familjes Krasniqi për humbjen e djalit të tyre Alpi do të çonte në këmbë Gjilanin dhe jo vetëm. 8 vjeçari që është edhe me autizëm i humbi kontaktet me familjen e tij rreth orës 3 të pasdites së të dielës. Postimi i familjes që kërkonte ndihmë për gjetjen e tij u shpërnda shumë herë në rrjetin social Facebook, por solli edhe reagim të madh të qytetarëve. Por rreth 25 minuta dhe aty jemi mbledh dikun përmi 50 veta, jemi grumbullu, paraprakisht e kom thirr familjen, i kom lyp disa informacione lidhe me djaloshin. Me të grumbulluar ata kishin nisur me kërkime në disa lokacione. Kem fillu mundana për rrugë. Fillimisht kem kërkuna për qendra tregtare, në qytet qendër, në shesh. Fillimisht aty ku mendojshmi që se ka pas supozime që e ka frekuentuar një prej qendra tregtare këtu në Gjilan, po ajo dul që nuk është e vërtetë. Gjatë kërkimit disa orësh, ata kishin marrë edhe udhëzime se si duhej të silleshin me Alpi në rast se e gjenin. Më kanë telefonuar psikolog, lokoped, që më kanë tregu se si duhet të sillemi me Alpinin për shkak që ai është me autizëm dhe si duhet të trajtojmë një person me autizëm për shkak që ka mujt me pas shqetësime. Krahas qytetarëve, në kërkim të 8 vjeçarit kishin dalë edhe institucionet e vendit, policia e FSK-ja, si dhe ekipet e kërkim shpëtimit. Kërkim shpëtimi e ka gjetë djaloshin 8 vjeçar në një shtëpi të pabanuar të axhës së tij. Familja njoftoi se ai ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Bravo!